Po ku mund ta përdorim këtë? Së pari, për të qetësuar kollën dhe për të ndihmuar në rigjenerimin e mushkrive të inflamuara. Po cilat mund të ishin ato bimë? Historikisht, në vendin ton, janë përdorur çaji i malit, pra qoftë çaji i malit të jugut, qoftë çaji i bjeshkës, qoftë lulja e blirit, qoftë dafina, të cilat, unë po i bashkoj në një, përmbajnë pak tanine, pak vitamin C dhe këto ose do të përvëlohen me ujin e nxehtë, ose do të vlojnë deri në 2 minuta. Atëherë, le të marrim për shembull çajin e parë, i cili ka në brendësi të tij 2 çajra që unë vendosa, më tradicionale në vendin ton, pra çajin e bjeshkëve dhe njëkohësisht çajin e jugut, mund të shtojmë në të edhe pak lule bliri dhe do të vëmë re që ky çaj që përgatitet nga këto bimë i shoqëruar me mjaltin e gështenjës nuk diskutohet që do të jetë sa qetësues për kollën, po aq edhe anti-inflamator për sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, te ky çaj ne mund të shtojmë edhe shumë bimë të tjera nëse do të duam. Për shembull, mund të shtojmë pak mendër nëse personi ka një kollë po të shoqëruar edhe me fryje barku, zorrë e kështu me radhë. Mund të shtojmë lulen e blirit, dafinën, trëndafilin e kuq e kështu me radhë. Pra, ky është një çaj i parë që neve mund ta përdorim me shumë efikasitet të shoqëruar me mjaltin e gështenjës. Mund të pihen 2 deri në 3 gota në ditë dhe kjo do të ishte e mrekullueshme e shoqëruar me nga një lugë çaj mjalt gështenje. Ndërsa fëmijëve mund t'ju japim afërsisht 1 gotë çaj, 100 ml të ëmbëlsuar me 1 lugë kafe deri në 1 lugë e gjysmë me mjaltin. Së dyti, mjalti i gështenjës i shoqëruar në këtë mënyrë me propolis blete 10-12 pika. Unë s'po i numëroj, se dora na është mësuar, pra ja kaq, propolis blete. Mjalt gështenje afërsisht 1 lugë supe. Theksojmë se mjalti i gështenjës kristalizohet me shumë vështirësi. Pra, nuk tham kot ajo pika e arit, ja, në gotën tonë të çajit. I shoqëruar edhe me 1 lugë gjelle uthull molle, pra 10-12 pika propolis, 1 lugë gjelle mjalt gështenje, 1 lugë gjelle uthull molle, dhe kjo do të ishte e mrekullueshme, gota e mbushur me ujë, për ndalimin e diares së shpeshtë. E para që mund të përdoret është kjo. Hedhim në 1 gotë ujë 10 pika propolis me rigon, hedhim 1 lugë gjelle me mjaltin e gështenjës, 1 lugë gjelle me uthullën e mollës, do të mundohemi pak t'i tresim, po mjalti është vështirë që të tretet lehtë, dhe gotën do t'a mbushim me ujë. Pihet 1 gotë nga kjo në mëngjes esëll, dhe mandej pastaj mund të vazhdojmë përsëri me ndonjë çaj rigoni ose rigon dhe mendër. Pra, kjo gotë që është e mrekullueshme, e pasuruar me ato polifenole, flavonoide, vitamin C, B1, B2, B3, B6 e kështu me radhë, plus edhe acidet malike që ndodhen në uthullën e mollës, kanë veti që të shtojnë florën e mirë bakteriale në zorë dhe njëkohësisht të më përmirësojnë peristaltikën e zorëve, qetësojnë atë zorën e irrituar. Pra ujë, mjalt, uthull molle dhe propolisin me rigon. Të vemi tek një çaj tjetër që mundet të përgatitim në shtëpitë tona, sidomos ato që janë kryesisht për zbutjen e kollës dhe për rigjenerimin e mushkrive. Unë e përmenda që çaji i përdorur historikisht nga familjet tona, qoftë nga veriu, qoftë nga jugu, i shoqëruar me mjaltin e gështenjës, i jep vlera me të vërtet kurative çajit. Por nëse do të shtojmë në të aguliqen, nëse do të shtojmë edhe bimë të tjera, si thuash, fuqia kurative e këtij çaji nuk diskutohet që do të dyfishohet më tepër. Pra, të mos harrojmë që ndër lulet e para të pranverës janë aguliqet, ose ajo që ecën paralelisht me shkrirjen e borës. Por, duhet të theksojmë që kjo në brendësitë saj përmban mucilagje zbutëse dhe tanine të cilat qetësojnë, si thuash, ato qoftë
inflamacionet e rrugëve të frymarrjes, qoftë edhe atë kollën e shpesh që ndodh në këto raste. Le të vazhdojmë më tutje me një çaj që ne e përdorim shpesh për të larguar sa fryrjet e barkut edhe të zorrve, po kështu edhe për të mirë funksionuar tretjen dhe jashtëqitjen. Pra, të përgatisim një çaj që të ndihmojmë sistemin e tretjes, të ndihmojmë largimin e gazrave nga zorët dhe njëkohësisht të qetësojmë sistemin ton nervor të irrituar. Atëhere, çfarë mund të përgatisim neve praktikisht me mjaltin e gështenjës dhe me bimët konkrete që unë do të tregoj? Për shembull, nëse ne do të hedhim në një çajnik për shembull, kamomil, Melissa officinalis ose barblete, një lugë gjelle. Nëse do të hedhim një lugë gjelle mendër, mentha, piperita ose nagjazëm, që është e mrekullueshme për mirë funksionimin e tretjes dhe për largimin e gazrave nga zorët, njëkohësisht edhe për të qetësuar ngërçet e kalamajve të barkut, ky çaj i shoqëruar me mjaltin e gështenjës do të jetë shumë efikas sa në drejtim të largimit të gazrave nga zorët, po aq edhe për të qetësuar edhe sistemin ton nervor. Pra, cilat bimë neve hodhëm praktikisht, duke filluar që nga kamomili, që ka atë kamazulenin e tij, që nga Melissa officinalis baribletës, po aq edhe nga mendra e butë. Dhe to bimë, nëse ne do t'i marrim për shembull, ose do t'i vlojmë afërsisht 2 minuta, ose ju hedhim ujin e valuar dhe bimët i mbajmë afërsisht në këtë ujin e nxehtë 10-15 minuta. Do të vëmë re që çaji që do të përfitojmë do të jetë me të vërtet i mbushur plot e përplot me antioksidant dhe vlerën e çajit më së shumti do të na shtojë mandej edhe mjalti i gështenjës. Pra, nëse ne do të marrim këtë çaj dhe ta mbajmë në këtë ujin e nxehtë 10-15 minuta, do të vëmë re që nga flavonoidet, polifenolet, gjithë vitaminat që ndodhen në këto bimë dhe mineralet do fillojnë pak e nga pak të na injektohen në çaj. Mandej, mbasi neve ta kullojmë dhe çaji të jetë i ngrohtë, shtojmë në të afërsisht për një fëmijë të vogël 100-150 ml çaj dhe një gjysmë lugë çaj mjalt gështenje. Kjo 3 herë në ditë. Për të rriturit, afërsisht 3 gota nga 150 ml dhe një lugë çaj me mjaltin e gështenjës. Do të vëmë re që do të kemi një bark pa meteorizëm, pa ngërçe të muskulaturës së butë dhe gjumi në darkë do të jetë mrekullisht i qetë.